Fondacioni Arsimor Shqiptar konkretizoi këtë të martë akt marrëveshjen me Qendrën e Autizmit Fluturo për jetën e Elbasan. Marrëveshja në fjalë ka të bëjë me ofrimin e kurseve falas në gjuhën angleze dhe kompjuter për vëllezërit dhe motrat e fëmijëve autik që trajnohen në Qendrën e Autizmit në Elbasan. Koordinatori i fondacionit Enea Mancellari tha se ndër të tjera marrëveshja synon të vinë në ndihmë familjarëve që kanë fëmijë autik, pasi dihet tashmë fatura financiare që i duhet të sigurojë një prind për kurimin dhe trajnimin e autizmit. Gjithashtu synohet që nëpërmjet kurseve të tilla të rinjt të angazhohen në programe edukative larg veseve të moshës. Në bazë të akt marrëveshjes dhe bashkëpunimit me Qendrën e Autizmit Elbasan, jemi duke organizuar këtë akt marrëveshje për dhënien kurs falas të vëllezërve dhe motrave të prindërve të cilët kanë dhe një fëmijë autik i cili merr trajnimin ke Qendra e Autizmit Elbasan. Në bazë të kësaj bashkëpunimi, kurset do ofrohen falas në gjuhën angleze të gjitha niveleve, si dhe në informatik përsëri në nivelet përkatëse në bazë të një provimi hyrës të cilët nxënësit do bëjnë. Në fjalën e saj, drejtoresha e Qendrës së Autizmit në Elbasan, Blerina Boçi, vlerësoi akt marrëveshjen e nënshkruar me Fondacionin Arsimor Shqiptar. Duke qenë se Qendra e Autizmit Elbasan ka prioritet të saj jo vetëm ofrimin e shërbimit terapeutik për fëmijët, por gjithashtu ajo ofron dhe mundohet që të vinë në ndihmë dhe të lehtësojë sadopak problemet që i shoqërojnë familjet e tyre. Dhe për këtë arsye, në bashkëpunim me Fondacionin e Arsimit Shqiptar, do bëhet e mundur dhënia falas, ofrimi falas i kurseve të gjuhës së huaj dhe informatikës për vëllezërit dhe motrat të fëmijëve që ndjekin dhe frekuentojnë qendrën tonë. Fillimisht të regjistruarit për të ndjekur kurse private janë nështruar një testi fillestar për të parë nivelin aktual të njohjes së gjuhës angleze dhe kompjuterit. Njohja me rezultatet e testit do të shërbejë si orientues i programi që kursantët do të ndjekin çdo ditë.